është një 35 vjeçare nga Miloti, e cila një lloj si shumë gra dhe vajzat të tjera janë gënjur me premtimin e thjeshtë. Dërgo 300 të jap 3000. Unë në TikTok i kam shkruajt këtij fisnik sylës për ndihmë. Jo për ndihmë, nuk është se i kërkova asnjë gjë, thjesht i çava një hall timin se isha hall pa gjendje. Okej, ai mu gjem, unë nuk kam çat bëj tjetër, thot çfarë ndihmë do prej me, thash nuk kam çfarë me thon, thjesht kam shkruaj një mesazh. Një kërkesë normale për ndihmë në një moment të vështirë të jetës. Për më tepër ndaj një personazhi që deklarohej gjithandej si bamirës. Kam gjitha me fakte këtu të bekov Zoti që ndihmon njerëz. Edhe më thot mua thoton do të ndihmoj thot me 5000 euro. Po mirë, i tham unë faleminderit, po së pari thot ti të më dërgosh thot 300 euro. Thash unë po marr lekë që rast, thash po ti që i bën muhabet me burrin se ishim bashkë me burrin se nuk kam bërë si gjë pa e ditë burri, e kuptoni kena bërë dy bashkë, se ishim me hall, kishim ashtu hallet e mia. Okej, shumë 300 euro. Ndryshe nga herët e tjera, Syla këtë herë fut në rol një shtetas të huaj për marrjen e kësaj shume të kërkuar. Shife motor, nga këtu kompani do t'i merr lekteria, Monogram edhe Western Union. Më ka dhënë një ditë james Bruxelles, Belgjik. Kam ta 7 vite me kredi. Jam një familje ndershme, unë na kena jetu me forcat tona bashkë me burrin tim. Shuma e parë nuk mjafton. Ndaj bamirësi bën një kërkesë të dytë e cila refuzohet nga gruaja. Por këtu rishojnë fisnikun e vërtet. Thot mu, osha dhe 300 tjera, thot ose do të marrë ftyrën nga rrjetet sociale. Ka marrë fotot ke Facebook i burrit, se unë s'kam Facebook fare, nuk e di se si ka gjetë edhe tash ka qenon, ka hap adresa me këtë familje në TikTok. Po mbani presion mas presioni, më ka bojam të shmet. Gruaja dhe familjarët e saj përballen me një të papritur që as nuk e imagjinonin. Pas një kërkese për ndihmë në një situatë shantazhi nga një person publik. Më jam me djalë të vogël, jam batën pa fëmijë i vogël të gjaj, jam tek pa plasë. Ajo adresa është i pandjek me fare, ka hapa i vetë. Nuk është se ka shuke një faqe me bon virale që mund të shkojim shumë vete. Në djali mami zemra është më fato mërzitje. Kanë zirë vetëm mesazhin tim si kam kërku në tim, kanë zirë me gjithë fëmijë, me gjithë borë. U të është të më shofin këtë njerëzit, s'kam ftyrë me dalë kun ma. Por denigrimi në rrjetet sociale është frika më e vogël e kësaj gruaje të terrorizuar. Po kam frikë se po më bën gjama, po vjen vreta. Ja kam bo vetës, ja kam bo vetës. Unë kam frikë me dalë këtë dera pallatit tash. Kam frikë. Po kam bo gabim, janë fajet e mija, mëra, se s'dohet me ju drejtu asnjaj për një. Ma buka ty që atë kesh edhe. Kërkim ndihme absolutisht asnjë gjë tjetër s'ka time. Pas këtyre ngashërimave, lutjeve e përgjërimeve të 35 vjeçares, çdo person normal do të kishte reflektuar dhe do të kishte bërë një hap pas. Por jo fisnik Syla, i cili nuk e ka as pak ndërmend të ndalet me kërkesat e tij. Me të famshme skem të bllokimit të llogarisë, kriptovalutat, 1 milion euro dhe budallallëqe të tjera të ngjashme. Na nxjerr probleme me sistemin. Ti e shet vetëm për 300 euro. Qa njeriu jeti kështu? O njeri, duhet vinë lekët nga Greqia, jo nga emri i burrit, por emri jot ose i dikujt tjetër. Dhe në atë emër të burrit ti merr 2500 euro dhe tëndin 2500 euro. Duke parë që gjërat vetëm sa përkeqësoheshin, burri i shkruajti me numër grek, se ta mos i shkruaj se ka dhe numër shqiptar burri, po sa mos i shkruaj mos ta ketë numër shqiptar fare, ki ka po presion edhe atije. Se dita mu më fike o gruta, se dita që të ka quti me i shkryta mu më fike, unë jam bo me u hell. Në kushtet kur kishte humbur kursimet e fundit të familjes së saj dhe e ndodhur përpara një terrori psikologjik, 35 vjeçaria vendos t'i bëj Sylës një propozim. Po ti nuk ke 300 euro me i fut në emrin tim dhe ç'bllokohesh? I merr lekët e tua dhe të mia të bashk? Duhet 300 euro të hynë në emër të Nick Jensës. O, nuk i du ma. A i don apo nuk i don, nuk ka lidhje. Janë në sistem emra dhe lekët. Duhet mi i dërgu, jo në atë emër 300 euro. Shko nisi lekët dhe kryet kjo punë me të mirë.